dhe mosdhënia e zakatit, edhe pse i plotëson kushtet e tjera të Islamit. Shumë e rëndë është. Nuk e bën njeriu në qafir, ama shumë e rëndë. Mos t'ja bësh zakatin, do të thotë të vonohesh 500 vjet ditën e Kiametit, duke u ndëshkuar me gjën që nuk ke dhënë zakat. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri thotë që ka pas bagti në këtë botë dhe se ka dhënë zakatin, vetëm se do ta shkelin bagti ditën e Kiametit 500 vjet dhe mas 500 vjetësh del para Zotit për të pa punën e tij, është për xhenet apo për xhenem. Ai që ka pas thotë ardh argjend, i nxehen si peta në zjarr xhenemit dhe goditet me ton në fushën e ditës gjykimit. 500 vjet pa pushim. Mas 500 vjetësh del para Zotit për të pa puna e tij, për në xhenet apo për në xhenem. Kështu me radhë, çdo lloj gjë që ka të bëjë me zakatin, ndëshkim në ditën e Kiametit, në tokën e mahsherit, 500 vjet me atë gjë që si ke dhënë zakatin, dhe pastaj do të dash në gjyq. Pra situata është e vështirë.